Tek Psalmi 42, vargjet 1 dhe 2, neve mësojmë tre të vërteta të pakta. Nevoja e natyrshme është e para, që na lind ne. Ashtu si dreri është krijuar me nevojë për ujë, ashtu si që jemi krijuar edhe ne për nevojë për ujë për trupin tonë, por gjithashtu jemi krijuar për një nevojë të brendshme, një vërtet tjetër është nevoja urgjente. Dreri nuk mund të presë. Kjo nuk është një dëshirë e lehtë, pra nuk është diçka që ti mund ta kontrollosh. Po flasim për çështje jetësore. Pyetja për ne është: a kemi ne këtë urgjencë në marrëdhënien tonë me Perëndin? Vjen tek e vërteta e tretë është nevoja ekskluzive. Dreri nuk kërkon diçka tjetër. As ushqim, as strehim, po vetëm ujë. Po ashtu shpirti ynë ka nevojë për Perëndin mbi të gjitha gjërat e tjera. Asgjë tjetër nuk mund ta zvendësojë atë. Psalmistin ka arritur në një lloj agonie shpirtërore, edhe është aq shumë i dëshpëruar sa e kërkon Perëndin me ngul. Nuk i bën përshtypje, nuk e plotëson ndonjë gjë tjetër, nuk i bën përshtypje ndonjë gjë tjetër, veç se të ketë Perëndin.